Në këtë ekspozitë radhës. Kjo është vazhdim i ekspozitës time të parë që është etnoart, që ka një vit e sa që funksionon në qytet. Tani vi me Korça dikur, jo pa qëllim, kam sjell Korçën dikur në ato vite, duke një mozaik me personazhe, me ngjyra, me simbole, duke treguar identitetin ton që e kemi shumë të larmishëm dhe të shumë të shtrenjtë. Ka qenë e vështirë që ta finalizonit këtë ekspozitë? Patjetër, kam kohë që merrem me këtë punë. Kjo ka filluar fillim viti, duke mbledhur materialet, duke shfletuar, sepse është një përgjegjësi shumë e madhe të flasësh me gjuhën e traditës. Prandaj duhet të isha shumë e saktë. Por besoj se ja kam dalë, kjo i ngelet njerëzve kur ta vizitojnë, të shikojnë, ta duan, të kthehet nostalgjia e të gjitha gjërat me radhë. Ku i gjete këto materiale? Materialet funksionojnë sigurisht, ka koleksionistë që mbajnë fotot, duke shfletuar, duke parë, tani teknologjia është e zhvilluar, kështu që sa e rëndësishme është për Korçën kjo ekspozitë? Me këtë ekspozitë, gjëja e parë kryesore për mua është njohja e trashëgimisë kulturore, që mos jetë e fjetur, të njihen të gjithë njerëzat, brezat, të gjitha. Neve kemi etnografi shumë të bukur, shumë të pasur, shumë të larmishme dhe këtë duhet ta përcjellim. Do të vazhdosh sërish me ekspozitë? Patjetër, as që bëhet fjalë. Vit për vit do vi me ekspozita shumë të bukura, gjithmonë në fushën e etnografisë, por dhe me histori.